Pas takimit me ambasadorin e Federatës Ruse Aleksandar Bocan Harçenko, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se biseda ishte shumë e mirë, bisedë shumë e mirë rreth marrëdhënieve midis Serbisë dhe Federatës Ruse si dhe rreth çështjeve rajonale dhe globale. Ne I kushtuam vëmendje të veçantë të gjitha aspekteve kryesore të bashkëpunimit dypaq, veçanërisht në fushën e ekonomisë. Gjithashtu Serbia dhe Rusia do të mbrojnë arritjen e fitores së madhe nga lufta e dytë botërore dhe do të kundërshtojnë të gjithë përpjekjet për të rishikuar faktet historike, shkroi Vučić në llogarinë e tij të Instagramit Ardhmëria e Serbisë. Presidenti I Serbisë Aleksandar Vučić tha për radio televizionin e Serbisë se nuk duhet të dëshpërohemi për rezultatin e hapjes së kapitullit 3 dhe theksoi se jo gjithçka bazohet në merita. Ai theksoi se Beogradi e kuptoi mirë mesazhin e Brukselit, ne nuk jemi të zemëruar, këta janë partnerët tonë, ju doni disa njerëz të tjerë, kjo është një rregull, tha Vučić. Ai shton se nuk beson se Serbia do të bëhet antare e Bashkisë Evropiane në të ardhmen e pas as Ukraina dhe as disa vende të tjera nuk do të bëhen. Ukraina është shumë e madhe që Bashkia Evropiane ta pranojë, ne jemi shumë më të mëdhenj në rajon që të na pranojnë dhe sigurisht ka edhe disa gjëra të tjera siç është Kosova dhe Metohia, marrëdhëniet me Rusinë dhe Republikën Popullore të Kinës, gjithnjë më shumë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, theksoi presidenti I Serbisë. Në gjykatën themelore në Prishtinë filloi gjykimi I tretë e pandehur për sulmin në kanalin Iber Lepenës. Dragisha dhe Jovan Veçentijević dhe Igor Dimović, ata akuzohen për vepra penale, rrezikim I rendit kushtetues duke shkaktuar ose dëmtuar objekte dhe pajisje publike në lidhje me veprën penale, kryerjen e aktit terrorist, dhe Jovan Veçentijević akuzohet gjithashtu edhe për shpionazh. Igor Dimović u akuzua për posedim armë dhe mbrohet nga liria, ndërsa Jovan dhe Dragisha janë në paraburgim. Në fillim të gjykimit të pandehurit deklaruan se nuk ndihen fajtor për veprat penale sipas aktakuzës. Përfaqësuesi I kompanisë Iber Lepenas janë gjithashtu të pranishëm në këtë seancë si palë dëmtuar. Aktakuza kundër Dragisha dhe Jovan Veçentijević si dhe Igor Dimović u ngrit me 9 dhjetor të vitit të kaluar. Ish-nën kryetari I gjykatës kushtetuese Kadri Kryeziu deklaroi se sipas kushtetutës Kuvendi I Kosovës duhet të konstituohet brenda 30 ditëve nga momenti I konfirmimit të rezultateve të zgjedhjeve. Megjithatë, ai beson se për shkak të krizës së gjatë politike që I parapriu zgjedhje, parlamenti duhet të konstituohet brenda një jave. Ai shpjegoi se iniciativa për thirrjen e një seance konstitutive të kuvendit duhet të iniciohet nga presidenti në detyrë I Kosovës dhe se parlamenti duhet të konstituohet brenda 30 ditëve. Dje Komisioni Qendror I Zgjedhjeve konfirmoi rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare të mbajtura me 7 qershor të këtij viti. Dušan Radaković, drejtor ekzekutiv I organizatës jo qeveritare Qendra për përfaqësimin e kulturës demokratike, tha se është kundërshtar I vendeve të rezervuara për diasporën në parlament, e cila u shfaq si ide pas zgjedhjeve të qershorit sepse nuk ka pamje reale të jetës në Kosovë. Ai gjithashtu beson se nuk është mirë që fal votave nga diaspora u të sigurohen 5 vendeve në kuvend. 5 vende në kuvend është numër I madh. Është krejtësisht jo reale të marrësh 5 mandata nga njerëz që nuk jetojnë këtu, të cilët nuk kanë një pamje reale të situatës, tha Radaković për Kosova Online. Dhe analisti politik Nexhmedin Spahiu vlerësoi se futja e vendeve të rezervuara për diasporën në parlamentin e Kosovës nuk do të ishte një sistem I vlefshëm dhe se nuk do të zgjidhte asnjë problem për të ndarë deputetët që do të përfaqësojnë diasporën. Ligji do të duhej të ndryshohej dhe mendoj se kjo do të sillte ndërlikime shtesë, tha Spahiu për Kosova Online.
Analisti politik Valon Murati vlerësoi se vendimi i dhomave të specializuara në Hag në procedurat kundër ish udhëheqësve të UÇK-s Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit, çfarëdo qoftë ai do të ketë ndikim në skenën politike të Kosovës, veçanërisht në Partinë Demokratike të Kosovës, tha Murati, raporton Koha Ditore. Sipas fjalëve të tij, Partia Demokratike ndjeu pasojat e mungesës së Thaçit dhe Veselit, sepse udhëheqja e re dështoi të udhëheqë një politikë dinamike. Ai gjithashtu vlerësoi se është e pazakontë që ajo parti politike të mbetet pothuajse e munguar gjatë gjithë ngjarjeve politike. Deri në fund të javës, moti do të jetë kryesisht me diell dhe stabil, që është brenda intervaleve mesatare. Për këtë periudhë të vitit, zhvillimet lokale të vranësirave me shira afatshkurt ose rreshje të shiut janë të mundshme në disa vende të rajoneve kodrinore dhe malore. Temperaturat ditore do të sillen nga 27 deri në 33 gradë Celsius.